It's a microchip that's about the size of 2 grains of rice. A process the Vancouver man having it done calls an example of violence. E kështu, që të gjithë, të vegjël e të mëdhenj, të pasur e të varfër, të lirë apo sklever, i detyroj të vini një dank në ballin e tyre, ose në dorën e djathtë. Askush nuk mund të blinte apo të shiste, përveç atyre që kishin markën, emrin e bishës, apo numrin e emrit të tij. I mençur do të jetë ai që do të zbërthej kuptimin e numrit të bishës, sepse është numër njerëzor, dhe numri i tij është 666. PatentScope është një website zyrtar ku regjistrohen të gjitha shpiket e licencuara nga institucionet përkatëse. Klikojmë në Access the PatentScope database dhe zgjidhim opsionin e kërkimit ID number. Më pas shkruajmë shifrën 060606. Kalojmë në faqen e dytë, pasi shpikja është regjistruar në mars të 2020-s dhe shikojmë çfarë informacionesh përmban. Nëpërmjet një mikroçipi që do të implantohet nën lëkurë, do arrijnë të procesojnë aktivitetin e trupit të njeriut. Kjo do të eliminojë parat materiale, duke synuar të bëjë një kriptomonedhë, ose më saktë para virtuale. Një sensor i vetëm mund të kontrollojë lëvizjet tona, duke zbrazur frekuenca ndërvepruese drejt një zone të trurit. Çdo e dhënë që do të monitorohet, do të ruhet në serverin bazë që mendohet që do të përfundojë në Belgjik. Aty do të qëndrojnë parat tona, të dhënat tona personale, lëvizjet tona dhe mendimet tona. Implantimi i mikroçipit ka filluar para disa viteve në një farë forme. Në Suedi ka më shumë se 8 vite që përdoret në disa kompani të ndryshme. Individët e përdorin për identifikimet e brendshme të kompanisë, që nga dyert, printerat, kompjuterat dhe disa gjëra të tjera. Të gjitha parat do të qëndrojnë në një pajisje të vogël, ku nëpërmjet saj do të bëhen të gjitha blerjet në jetën e përditshme. Kush nuk do ta vendos, nuk mund të bëjë blerje, pasi paraja materiale do të zhduket nga qarkullimi. Për krijimin e mikroçipit janë mbi 100 kompani duke monitoruar. Ndër më të mëdhat është ajo e Bill Gates, ku drejton Microsoft, dhe ajo e Elon Musk, ku drejton kompani si Tesla, Starlink dhe disa të tjera. So the beeps you're hearing are real-time signals from Frekuencat që lëshon kafsha drejt çipit konvertohen në tinguj impulsiv, duke kuptuar lëvizjet dhe mendimet e tij. her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes which are detected here. Ky është mikroçipi dhe përmbajtja e tij e deklaruar. Siç mund ta shikoni, ka 1024 kanale funksionesh. Është i mbledhur me një mbulesë transparente. Është i përshtatshëm për temperaturën dhe presionin e trupit. Punon me lidhje valore wireless dhe ka bateri të përjetshme. Që në kohët e hershme kanë ekzistuar shoqëri influente, të cilët kanë trashëguar informacione, duke i mbajtur brenda trungut shoqëror. Aty gjendet çelësi shumë mistereve që për ne janë thjesht imagjinata. Ata kanë kontrolluar dhe vazhdojnë ta kontrollojnë politikën dhe historinë e mbar botës. Ata kontrollojnë klimën e tokës nëpërmjet stacionit HARP. Ata kontrollojnë ujin dhe ushqimet e gjithë planetit ku ne i konsumojmë. Ata kontrollojnë alkimin, ose ndryshe magjin, që janë çelësi kryesor për t'u vënë në kontakt me qendjet bidimensionale. Rendi i ri botror ka për qëllim krijimin e një feje të re në botë. Bashkimin politik dhe social të gjithë popullsisë së globit në një të vetme. Përdorimin e një gjuhë të vetme. Krijimin e një ushtrie dhe policie planetare dhe menaxhimin e një monedhe virtuale, me pak fjalë, një kontroll total të qenieve të planetit Tokë. A dhe këto masont, kretë lëvizjen e dunjas e kanë dorë, apo? E këni ndëgju këtë? Shpesher kjo përsëritet.
Masont sot e sundojnë dunjon, apo? Amerika sot e sundon dunjon. Kjo është gabim. Kjo fjalë në pamje është shirk. Tash mbarësisht për njetit ai që thotë. Nëse i thot me atë njetin e plot se tashmon nuk ka dorë Zoti, kjo është shirk. Çfarë do lloj komploti që bëhet në botë? A mund t'i fshihet Zotit? A mund t'jetë sekret për Zotin? S'mundet. S'mundet, asë se s'mundet. Mason, Illuminati, organizata sekrete, kësile grupi, asile grupi. Për neve si musliman të është irrelevant kjo punë. Pse? Se çka do që ka në botë? Dhe çka do që bëjnë ata? A di pse nuk e dim na, e din Allahu të xhelal. A e din? Jo vetëm ata që ata mlidhen edhe bëjnë kurthe, plane, komplote, sabotime. Madje Allahu e din, wa ma tukhfi sudur, edhe atë që e fshehin në gjoks, edhe atë që e kanë kokë, edhe atë e din Allahu të xhelal. Dhe për Zotin s'ka të fshehura. Ani pse na nuk i dim gjitha gjërat. Ande kur e dim se Allahu është i gjithdijshëm dhe vetëm ajo që don Allahu bëhet, dhe ajo që don Allahu nuk bëhet. Dhe se Allahu është asgjësues i kurthave të atyre që bëjnë kurthe, komplote, atë ti çka kemo mërzit. Ata bëjnë kurtha, është e vërtet. Ata bëjnë plane, është e vërtet. Ata bëjnë strategji, është e vërtet. Ata bëjnë komplote, është e vërtet. Mirë po çka, përballë këtë kësaj, o jam kurullah. Janë kurthet, janë planet e Allahu dhul xhelal. Kush fiton? Kush fiton? Wallahu khairul makirin, kurthet e Allahut janë më të forta, ato do të dominojnë. E javi përgjigje na atyve që thojnë iluministat e kanë dorë botën, masont e kanë dorë botën, jahudit e kanë dorë botën. I themi na, jo, se neve në ka thonë Allahu dhul xhelal, la hawla wala quwwata illa billah. Thojnë ata, shka të dojnë ata ndodhë në botë, mave. A për di me e kia? Qka dojnë ata ndodhë në botë? Jo, Allah s'ndodhë, ndodhë aja që dojnë Allahu dhul xhelal.